dhe nuk mund t'i rezistonte dot fuqisë britanike dhe duke pushtuar Britania thot do mërisë frontin dhe kilometrat e konfliktit me Britaninë thot, kështu që më mirë thot të rinte Asnjanës dhe Britania mos kishte shkak thot që të hynte në territorin spanjoll. Kështu e thot Hitleri në testamentin politik. Unë thot nuk e kam lejuar thot Frankon që të hynte në luftë. Sigurisht që nga dy palët, edhe nga barcit e këtyre siç ishin pra shtetet që përmendëm, Leverdia është parë më e madhe duke qëndruar neutral, por në realitet nuk qëndruar neutral. Sidomos interesant është rasti i Portugalisë. Dihet që Portugalia, Lisbona ishte qendër spionazhit në atë kohë të dy krave. Ashtu si dhe Zvicra. Ashtu dhe Stambolli. Ishin par excellence qendrat ku glonte spionazhi, qoftë nazist i boshtit, pra qoftë edhe ai i aleatëve. Mirë po, në fund fare, u panë qëndrime, si me thënë, tejet pragmatisme, qoftë të Turqisë, qoftë të Portugalisë, të cilët braktisën neutralitetin dhe përfundimisht i shpallën luftë Gjermanisë. Po akoma më paradoksale është ajo që ndodhi në vende që ishin tashmë aleatët Gjermanisë, aleatët forta si Finlanda, Rumania, ishin nga dy, apo jo, ka ndodhur brenda ditës ose brenda natës që kanë kthyer pllakën nga këtej andej dhe dikush ka paguar për ato. Për shembull, por është e çuditshme se jo të gjitha kanë të njëjtin skenar, pavarësisht se bashkohen në faktin që braktisën Gjermaninë.